Protesta e veteranëve të UÇK-s në Tiranë, në të cilën çdo shqiptar ndihet pjesëmarrës për të nderuar heronjt dhe të rënët e luftës, në fakt është në mbështetje të Hashim Thaçit, Veselit, drejtues të një fraksioni të komandës së UÇK, të cilët janë vrasës të qindra shqiptarëve që mendonin ndryshe dhe hajdut ordiner të shtetit të Kosovës të kthyer në miliarder me llogari bankare të vërtetuara në bankat e Shqipëros. Ne duhet të nderojmë të rënët, pasi këta të gjallët miliarder të Hagës janë turpi dhe krimi i Kosovës. As nuk mund të harrohen veprimtaria heroike çlirimtare e UÇK kundër armikut serb dhe gjithë shërbëtorëve dhe spionëve serbe shqiptar, si dhe gjaku dhe sakrifica e mirave dëshmorëve. Dekori i madh i protestës, me figurat e stërmdha të Thaçit dhe Veselit, të monitoruara me kujdes nga politikan miliarder nga Prishtina në Tiranë, e mbushur me çlirimtar të manipuluar, që luftuam trimërisht dhe meritojnë respekt dhe vëmendje, nuk na pengon që të përulemi dëshmorëve dhe heronjve të kësaj lufte të madhe të shqiptarëve, por edhe këtyre luftëtarëve trima dhe patriot të kombit shqiptar. Me këtë lëvizje, pas kuintave kërkohet të shpëtohen veprimtarit kriminale të ndodhura në luftën e Kosovës, është habi i Rognerit si Thaçi, Veseli, që me reminiscencat e ideologjisë marksiste të organizimit të LPK, si prodhimi diktaturës komuniste shqiptare të Enver Hoxhës me sens komunist çlirimtar, kryen krime selektive kundër nacionalistëve shqiptar që pushtetin ta merrnin me dhunë dhe krime militantët neomarkistë të lëvizjes popullore të Kosovës të krijuar nga Enver Hoxha, ashtu si lufta e popullit shqiptar në Shqipërinë londineze, që u tradhtua nga komunistët në mukje dhe vazhdoi me krimet e komunistëve kundër nacionaliteteve për një vit në të gjithë Shqipërinë, me vrasjet e mbi 70 intelektualëve të vendit në Hotel Bristol, kur Tirana ishte e pushtuar nga gjermanët, dhe më pas me vrasje me dhe pa gjyq të elitës së vendit dhe neomarksistët e Kosovës, pas marrëveshjes së Oslos për koordinimin e luftës midis qeverisë Rrugovës dhe UÇK, filluan vrasjet e nacionalistëve, duke filluar me ministrin e mbrojtjes Ahmet Krasniqi, Ilir Konushevci, Fehmi Aganit e mbi 150 shqiptarëve të tjerë, gjatë dhe pas luftës, deri në atentatin kundër vet Rrugovës e të tjerë, nëpërmjet vrasësve të rekrutuar nga Thaçi, Veseli e të tjerë. Thaçi ndodhet me merit në Hagë, ai duhet të jap llogari për krimet fraksioniste të grupit të tij, me komando vrasëse kundër nacionalistëve të Kosovës, për të cilën çlirimtarët dhe veteranët nuk janë përgjegjës dhe vet UÇK si komandë kolektive nuk ka pasur dieni. Lufta e UÇK është një luftë e pastër çlirimtare, sepse asnjë njësi luftarake e saj nuk hyri në luftë me vëllezërit e saj të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës dhe respektoi marrëveshjen e Oslos. Gjithë përgjegjësia bie mbi këtë grup kriminal. Nuk është rastësi që Thaçi, Veseli dhe CO ishin bashkë edhe në një qëndrim me qeverinë postkomuniste bllokiste të Tiranës për ndarjen e Kosovës në bashkëpunim me Serbinë. Kjo tradhëti e re lidhet edhe me tradhëtinë e vjetër të dorëzimit të Kosovës nga Enver Hoxha, miqve të tyre serb në 1945, me veprimtari kriminale anti-shqiptare, të vrasjeve të përbashkëta të rreth 30.000 nacionalistëve shqiptar, bashkë me masakrën e Tivarit, për të cilën komunisto-enveristët shqiptar nuk kanë dhënë asnjëherë llogari. Thaçi kohë votoi dhe mbështeti gjykatën speciale dhe një ditë me diell, kur ishte nisur të takonte presidentin Trump, u arrestua për llogari të kësaj gjykate. Por shtëpia e bardhë që kishte anoncuar takimin nuk bëri asnjë protest për këtë veprim. A kishte dorë vetë SBA në këto veprime? Patjetër që po, sepse duhet të matet mirë kushdo në botë që arreston një personalitet që pritet të takohej me Trump. SBA nuk ka qenë dakord për ndarjen e Kosovës dhe kështu zyrtarisht asnjëherë nuk kërkoi se çfarë fati pësoi Thaçi me shokut e tij. Për sot, kur shihet që gjykata ka dalë nga kontrolli perëndimor dhe është më tepër në ndikimin serbo-rus, po duket pak vonë për frenim. Mitingu në Tiranë ishte mjaft delikat, pasi një ditë më parë, Partia Socialiste refuzoi në parlament deklarimin e një rezolute për genocidin e Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke zbuluar kështu lidhjet e vjetra dhe të reja me Beogradin, një protest për të mbrojtur miliarderët kriminal të UÇK,
bëhet për të shuar efektet që do të jap rezoluta, e cila duhet i dërgojë institucioneve ndërkombëtare për shqyrtim dhe të dënonte shtetin serb si genocidal. Herët avon, kjo duhet bërë, edhe pse nuk duan miqt e serbëve. Nga Ferdinand Sulaj.